Gjatë vitit 2025, Qendra Kombëtare e Mjekësisë së Punës në Gjakov ka nënshkruar gjithsej 48 marrëveshje bashkëpunimi me institucione publike e private për realizimin e vizitave sistematike të punëtorëve. Ushtruesi i detyrës së drejtorit ekzekutiv në QKMP, Shpejtim Skivjani, dha detaje për shtrirjen e madhe të bashkëpunimeve, si dhe për intensitetin e shtuar të punës. Në vitin 2025, Qendra Kombëtare e Mjekësisë së Punës në Gjakov ka nënshkruar gjithsej të bashkëpunime me institucione publike dhe private 48 marrëveshje me institucione të ndryshme. Vetëm këtë vit kemi filluar diku me një intensitet shumë të madh, ku është seriosi me një numër të madh të pacientëve me marrëveshje me Kekun 4000 punëtor, ku është një arritje shumë e madhe për herë të parë ndodh tek ne në Gjakov, në Qendrën Kombëtare të Mjekësisë së Punës. Gjithashtu në pritje jemi edhe në finalizimin e marrëveshjes me Post Telekomin e Kosovës, ku edhe aty është rreth 1700 punëtor. Për momentin jemi duke kryer edhe Deçanin, komunën e Deçanit, me vizita sistematike. Skivjani shtoi se vlen të theksohet që në vitin 2025 janë nënshkruar gjithsej 45 marrëveshje për furnizim me dozimetra, ndërka që në vitin 2026 deri më tash janë nënshkruar 13 marrëveshje. Për momentin jemi duke kryer vizita sistematike bashkërisht me Kekun edhe me komunën e Deçanit, ku janë rreth 220 punëtorë në komunën e Deçanit. Veçanërisht vlen të theksohet edhe realizimi për kryen e këtij viti 2025 dhe 2026 kemi realizuar edhe me realizimin e dozimetrave, ku kemi gjithsej 45 marrëveshje në 2025, ndërsa në 2026 kemi 13 marrëveshje. Kështu që edhe ajo është ngritje e sipër, falë këto rezultate janë të arritura bashkëpunimin më të ngushtë me drejtorinë e SHSUK-s, ku ne kemi një mbështetje shumë të madhe dhe për realizimin e këtyre vizitave. Si arritje kanë qenë të pritshme, u shpreh ushtruesi i detyrës së drejtorit ekzekutiv në QKMP, nga se si institucion janë të vetmit në Kosovë që ofrojnë shërbimin dhe furnizimin me dozimetra. Kjo ka qenë e pritshme për shkak që ligji për siguri dhe shëndet në punë e ka paraparë që gjithsesi është detyruar të bëhen vizita sistematike të punëtorëve. Pasi që jemi ne i vetmi institucion, domethënë si Qendra Kombëtare e Mjekësisë së Punës në territorin e Kosovës, mbulojmë gjithë territorin e Kosovës. Ndërkaq Milaim Zhegrova, udhëheqësi i sektorit për hidrogjeologji në Korporatën Energjetike të Kosovës, ka treguar se vizita sistematike që kanë zhvilluar sot ka shkuar sipas pritshmërive. Ne jemi tonë prej Kekut, domthonë kemi vizitë sistematike. Qysh në mëngjes, organizimi ka qenë në nivel, pritja, gjithçka ka shkuar sipas procedurës këta që kanë të rregulluar brenda shtëpisë vet. Për rezultate shumë më vonë se si të. Mes tjera, Skivjani bëri të ditur se sa i përket stafit janë mjaftueshëm dhe se gjatë vitit 2025 janë forcuar kapacitetet profesionale me punësimin e 4 mjekëve specialist, por që edhe këtë vit pritet të ketë punësim të specialistëve të fushave të ndryshme, me synim të rritjes së cilësisë së shërbimeve.